How you doing? Që kjo video prej dje kur është publiku i ka marrë rreth 50.000 lajka, është kqyr një 1 milion herë. Kjo është një trik i vjetër që kur nuk del prej mudës. Një fotografi që e zaventson nevojën me shku liderin Debat Plus, me shku në Presenga, me shku në Rubicon. Një fotografi ku shteti është fytyra e individit e nuk është sistemi. Nuk ka nevojë këtu as për debat, as për program, as për llogaridhënie dhe llogarimarrje. Kjo nuk është thjesht fushat elektorale. Kjo është politika jonë në formën e saj ma të pastër, bruto. Politik me emocion, me simbolika e jo me rezultate. Na në thelb, si shoqni e kena keq kuptu shtetin. E ky keq kuptim nuk është pahiri. Ky keq kuptim është trashëgimi. Kosovarët për herë të parë janë njoftu me shtetin, kur shteti është kon ultrakomunist edhe ultrakontrollues, po flas mas luftës dytë botërore në kohën e socializmit jugosllav. Ajo është kon një shtet edhe total edhe totalitar. Të ka shtin punë, të ka hjek pi punë. Të kalon me dek ose të ka shnush. Të ka shkollu ose të kalon pa shkollë. Ta ka marrë ose ta ka dhon tokën. Ta ka dhon ose ta ka marrë banesën. Të ka rrej ose të ka fal. Të ka shtin burg ose të ka lan kinse të lirë. Për te shtetit s'ka pas kur gjo. Shteti është kon si një prind abuziv. Edhe të ka rrej, edhe të ka shnosh pa pare. Që aty ka nxon raj ideja jo në gabume se çka është shteti edhe çka është udhëheci. Qysh kanë thonë pleqt, me ujë, me zjarmë edhe me dërzhav nuk luhet baco. Prandaj edhe sot 30 vjet mas shemjes komunizmit, komunizmi nuk është shem në koka tona. Na e adhurojna me pas një lider, ja si Titën, ja si Enverin, që krejt bota na e ka lakmi, po ja që na kena pas Iqball e ai ka lind në mesin ton. Edhe nëse është kon pak varfni, është kon për të ton. Pra, ma mirë barazin mizëri, se sa me pas shtresa dikush me ka një varfën e dikush me ka një pasën. Lideri është i but me plakun e plakën, i fort me të pasunin, me Amerikën, me Serbin, me superfuqit. Qështu është i vizatum, i skicum në kryt e shqiptarit mesatar udhëheci ideal. Udhëheci ideal të jep për çdo muj ka 100 euro pa bo ti kur gjo. T'jep shtesa për fëmijë, gjithashtu pa bo kur gjo. Pyetja e ku i merr ato pare që t'i jep ty, është pyetje tendencioze. Fatkeqësisht, që ky mentalitet riprodhohet edhe trashëgohet edhe të na. Në fakultetet tona dhe matutje, figurat qendrore janë profesorët e socializmit. Librat e tyre janë librat shajt. Kuadrat e tyre ose vetë këta profesor janë nëpër studie çdo natë duke e trash këtë pikpamje të gabume. Kena pas tranzicion politik këtu 30 vjet, po s'kena pas tranzicion intelektual. Që kjo është arsyeja kryesore pse ofertat e partive politike i ngjajnë njëna tjetrës si dora shmajt dorës djathtë. Sepse kultura politike e votuesit është identike. Krejt syt të shteti, jo si arbitër, po edhe si lojtar edhe si arbitër. Elektorati është i edukum, i programum me pyet shtetin a ka diçka pejteje sot, fardhet euro, 50. Qeku jena. Gara po bot kush premton ma shumë administratës, pensionistëve, kategorive të prekshme. Këto janë politika që nuk kërkojnë menim. Këto janë politika që kërkojnë emocion. Këto janë politika që nuk lexohen në raporte. Këto njihen kulet ose xhirologari. Kështu kriju një gjuhë e re cinike. Paga të rëmejt si dignitet, shtesa si mirëqenje, investimet kapitale si statistika. Nëse guxon mi kontestu ndimat, sa kaq e nin një akuz, nëse për ty janë pak 10 euro, për dikën nuk janë pak. U bobës. Pra na që punojmë privat, pagujmë taksa për rrogave tona, që me jabot mundun dikuj që punon punë të shtetit, aj me i marrë 13 paga. Sepse kështu kanë premtu partit politike.
Kur politika e din se ku po rrej pulsi, manej leja të asaj, këtë energjinë është vendosur që aty. Ndihma po dëni, ndihma keni me marr. Ama mos lypni edhe ura dhe zhvillim. Ndihma. Në këto kushte, çaj që është në pushtet, ka përparësi për dallim për aty që janë në opozitë, sepse ai ka pullën me t'i qitë 100 euro dhe ditën e zgjedhjeve, pak pa mrritit e kutia votimit. Ai ka mundësinë me kthy premtimin vendimin në pagesë e pagesën në votë. Opozita kur e bën premtimin e njëjtë hall ku thojnë, po, ama ky ustahi mi qiti 100 euro. E pastaj kur skemat sociale bën koktej me qëndrimet nacionaliste, suksesi është i garantuar. Kritika bllokohet në të dy anë. Hem nuk je ai që e kritikon pse po i nimon varfnit, se thojnë s'pas ke zemër, kurse nëse e kritikon qëndrimin nacionalist, thojnë ju të bash, u mshelën rrugët. Në këto rrethona, shoqënia e lodhun e tregton zhvillimin e shoqënisë me kujdesin ndaj shoqënisë. Kosova përfundon manej si një territor masiv gjeografik, ku shteti i ka nën përkujdesje sociale pak ma shumë se 1 milion veta, që disa herë brenda vitit vizitohen nga 1 milion veta tjerë që jetojnë jashtë. Kurse qeveria, përveç që soj gajle më dhonë ndihma, ka gajlen edhe mi ble do drona. Në prapavit krejt kësaj, e kena realitetin e hidhun që nuk po dojna me pa. Në 5 vitet e funit, si mas Eurostatit, ka nik prej Kosovës 200.000 dhe 300.000 veta. A ka fund këtë cikël? Ka fund. Ama funi nuk është si shpërthim. Funi është si molisje. Çdo vit pak ma pak cilësi, pak ma pak besim, pak ma shumë ikje. Prandaj pas këtyre zgjedhjeve, imperativi i Kosovës nuk është veç kush fiton këtë zgjedhje. Imperativ është një rrymë e re politike që ja u qelë sytë me gisht qytetarëve, jo me i fy, po me i qupi i gjumit, me ju kallëzu në mënyrë sinqert. Shteti nuk është për bamirësi, shteti është kontrat, diniteti nuk është paga 13, diniteti është shkolla që ta nxjerr fëmin që kuptojnë diçka kur e kryjnë shkollën, sistemi që të shërben pa të poshnu, ekonomia që e marr një vend pa u detyru me ik prej vendit vet. Sponsor të videove të mia, siç mo tash e dini, është Mobisim, mundi me shkarku në Play Store dhe App Store. Është Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike në vend me 100 pika në krejt Kosovën, është Jys Kosova, është Kafe Pavin edhe është Buzhala Estate.